Përshëndetje. Përshëndetje Erald. Përsëri përballë këtu. Përballë tjetrit. Sot më ka ndodhur diçka e çuditshme, një fenomen që në fakt nuk është aq i çuditshëm, se është një fenomen që mund të has kushdo. Por domethënë ke bërë ndonjëherë që duke dashur duke rrëmuar diçka në një vend për diçka që duhet ty për shembull, edhe gjë tjetër që i kishe harruar me kohë, edhe harron. Po, shumë e bukur po. Ku gjen diçka që se pret, po. Ky fenomeni quhet serendipity. Në anglisht, ja, italianë thonë po serendipity, sepse është një fenomen që me farash i njohur për gjithë, po ai që si duket e studioi dhe domethënë i vuri dhe emri serendipity ka qenë Horace Walpole, një shkrimtar anglez i shekullit 18. Sepse ai hasi një problem, hasi me librin e tij me fjalë Tre princa në Serendip. Po shifte një foto të një Diego Vasari, një piktor italian, edhe gjithë diçka tjetër aty, edhe asocioi me atë fatin e Tre princa në Serendip që kërkon diçka tjetër, se Serendip, në fakt, pse serendipity, se Serendip është emri që persianët i kishin dhënë Sri Lankës ose Ceylonit. Sri Lankës Serendip. Edhe me që ndodhi ky në Serendip, e quajti serendipity. E kupton? Fenomeni që ndodh. Kjo ishte parantezë, po. Ne ashtu gjë e bukur kjo. Kështu që e pata unë të sot. Edhe të hiq më shumë se ajo që kërkon. Kur gjen diçka tjetër, ajo është edhe më të rejse, më bukur. Për çfarë kërkoje? Mund të harrosh atë që po kërkoje, ti mund të harrosh fare kur gjen një gjë interesante. Ta pretendon. Tani e kemi pyetën për sot? Po, kemi pyetje plot. Po. Do marrim pyetje nga publiku, normalisht po. Gjithashtu do marrim edhe përgjigje kryesisht nga publiku, që është më interesante. Edhe do japim përgjigje apo jo? Po. Interesante pyetjet, interesante përgjigjet. Domethënë, çfarë është biseda me pyetje përgjigje është? Po, një nga këto pyetjet janë me kleçka. Është kjo se nuk e di të kujtohet që në kohë të para 90-s, e ke parasysh që domethënë ka qenë një periudhë e artë kur ne këtu vinin filmat më të mirë të Europës. Edhe që në kinema. Zakonisht produksione franco-italiane që kanë qenë modat edhe kanë qenë shumë të mirë. Por më vonë pastaj erdhën filma kinez. Dhe atëherë thonin që ka filma shumë të shkëlqyer, ka filma shumë të mirë, ka filma të mirë, ka dhe filma kinez. Po nuk janë ashtu, nuk i fuzin fare në listë. Tani, pyetja është me fjalë, kur një film është vërtet i keq? Kur një film është vërtet i keq? Është interesante, domethënë që film i keq ore. Tani, pyetja tjetër që është me alternativa, pra me pyetja alla milionera, apo jo? Cili nga këta planet të sistemit tonë diellor është konsideruar si binjak me tokën? Marsi, B. Merkuri, C. Afrodita dhe D. Urani. Okej, kjo është e bukur për njerëzit, po. Kjo është e bukur, interesante. Ajo tjetra e para ajo është kërkon fantazi ekstreme. Po. Ajo është e bukur. Në drejtim tjetër. Atë përgjigjen e saj nuk e gjen Google. Ato s'janë Google, kjo është sigurt. Për njerëzit e rinj që vinë, ne do vazhdojmë të përsërisim ato. Po, hapat e parë. Atëherë, pra, pyetja ishte pyetja Grackë, Kleçkë, është ajo pra që kur një film është vërtet i keq. Ndërsa pyetja me katër alternativa është pra, cili nga këta planetë të sistemit tonë diellor është konsideruar si binjak me tokën? A. Marsi, B. Merkuri, C. Afrodita dhe D. Urani. Koha filloja. Tani 3, 2, 1, mbaroj. Përgjigjja e parë? Pyetja e parë disa po thonë Afrodita. Pse? Gjithmonë duam një pse. Domethënë duhet një pse. Kemi thënë që përgjigje do jap në fund fare. Tani, pyetja tjetër, pyetja me kleç, ajo pra,
kur një film është vërtet i keq. Kur quhet një film i keq? I keq. Thamë që ka filma të shkëlqyer, ka filma shumë të mirë, ka filma të mirë, thosh materë në atë kohë, ka dhe filma kinez. Si ishte ishte pra në formë eufemiste për të mëson i keq. Atëherë këtu më lindi ideja. Kur një film është i keq? Është vërtet i keq. Kur flitet për një kategori filmash, në thonjë za ashtu. Kur një film është i keq? Kur nuk e shikon 2 herë, thot dikush. Gjerë. Jo. E bukur kjo. E bukur kjo. Kur një film është i keq? Po, i keq i bi që zdu ta shohësh asaj e parë. Është i Po përfundon me vdekje, thot njëri. madje edhe sikur ta shohësh 10 herë ai prapë është i keq. Përfundon me vdekje, thot njëri. Jo. Kur nuk e klikon as për ta parë. Kur? Kur nuk e klikon as për ta parë. Jo, është i keq. Edhe mund ta shohësh tash 10 herë, por prapë është i keq. Është vërtet film i keq. Kur vdes autori kryesor. Aktori kryesor. Po. Larg qoftë. Është film i keq më, i keq. Kur nuk punon antena. Si? Kur nuk punon antena. Antena? Antena dhe merr me miza normalisht. Jo. Atëre. Të shtojmë një pyetje dytë si kjo? Po, sikur s'na mjafton kjo, Jo, gracka. Atëre, pritni pak, kemi thënë që vetmja gjë që është bërë për të vrarë është mendja. Atëre duhet vrarë mendja për ta kuptuar se kur një film është i keq. Është i keq. Kur vetë filmi është dëmtu. Ai shiriti i filmit është i dëmtu. Shiko. Ja afruar shumë larg apo je larguar shumë afër? Ky largimi i afërt është domethënë më keq se ta më. Por nuk ka mbaruar shkollën regjizori. Ka regjizor që pa shkollë fare kanë bërë filma kryevepër. Atëre, kur një film është i keq? Kur s'ka kuptim mesazhi. Jo. Mund të ketë shumë kuptim, po filmi është i keq. Është i keq. E di pse është i keq? Se nuk është fare i mirë. Po kur? Kur një film është i keq, kur nuk të ndjesh asgjë thot dhe s'të intereson çfarë ndodh më tej. Është film i keq. Është film i keq. Kur ka titullin i keqi. Jo. Atëre. Pra, kur një film është i keq. Dhe pyetja tjetër, pra, cili nga këta planet të sistemit tonë diellor konsiderohet si vllai binjak, si binjaku i tokës, pra, Marsi, Afrodita apo Urani. Dhe ka një shpjegim se pse. Do të thonë, tu do e planetet do shohim cila është ajo, se më zuma e thonë dhe unë të shqipur. Nuk pa. Dhe unë e di që ti e di. Po sa e di. Dhe ti e di që unë e di që ti e di. Afrodita, Marsi. Me një pse, shoqërojeni me një arsye, mrapa. Se pse do më thonë. Tani, edhe njerë, kur një film është i keq, është i keq. Unë them një film i keq është ai film që ka një mesazh. Gjithë filmat kanë një mesazh. Afrodita ka kushtet dhe rrethana të njëjtat me tokën. Po se besoj, Eran? Unë nuk duhet me fol tash se po fola. Afrodita nuk i ka kushtet apo jo? Ai ka kushtet të njëjtat me tokën? Jo, kushtet nuk i ka. Nuk e di më të në fund do japim. A është si zjarri Afrodita? Po është 500 gradë temperatura, është temperatura shumë e lartë. Si përfaqe. Është mjedis acid shumë, presion shumë i lartë, 90 atmosferë. Shumë gaz, po. Shumë gaz. Nxehtësi e madhe. Marsi sepse ka ujë. Qa ujë ka se? Ka ujë. Ka ujë Marsi, po ka shumë pak ujë dhe vetëm në disa zona. Atëre,
Tani do bëj një pyetje të dytë, kleçk. Si thua? Gracka numër 2. Gracka numër 2. Atëre, kur një infermiere tregon se është vërtet trime. Tregohet trime shumë. Kur një infermiere tregohet shumë trime. Kur lun rolin e doktorit. Jo. Pastaj ty ndalojmë përgjigjet. Një film është i keq kur është xhiruar pa shumë skena dhe pa aktor të mirë. Jo. Ndërsa një infermierja tregohet trime kur të bën gjilpërën. Atëherë them, po kur? Edhe unë atëherë them, po kur? Një detaj specifik. Po ka një specifik ajo. Të mëresh të janë pyetje kleçke, domethënë gjithmonë nuk është ajo që mendon ti. Po normal, është duhet. Është domethënë duhet mendojmë atë që nuk duhet mendojmë, domethënë. Të pa mendueshme. Aty jemi saktë. Kemi thënë pra që nuk është kaq e thjeshtë, por është më thjesht se kaq. Më thjesht se kaq. Kur e gjen simptomën përpara doktorit dhe të bën gjilpërën. Po atëherë dhe më po kur është trime. Kur është trime them, trime shumë. Kur të ngul gjilpërën thonë. Po kur? Ndërsa kur shef që vdes pacienti. Jo. Sa kanë parasysh ato? Infermierja është trime kur ja fut me shpull një burri që ka frikë nga gjilpëra. Qa bërje kus vete mendja. Atëre, kemi thënë pra nuk është kaq e thjeshtë, është më thjesht se kaq. Pra, infermierja tregohet trime kur? Ndërsa pyetjet e tjera janë edhe një herë, cili nga këta planetë të sistemit diellor është konsideruar binjak me tokën? Po. Kur një film është vërtet i keq? Dhe tani unë dështoj edhe një pyetje tjetër me alternativa. Si thua? Po, patjetër. Atëre. Po. Dëgjoni me kujdes, është me alternativa kjo. Cila nga këto bisha, pra kafshët e egla bisha, mund të dalë nga shtrati? A. Tigri, B. Luani, C. Leopardi dhe D. Jaguari. Jaguar. Mund të dalë nga shtrati? Po. Cili nga këto? Dhe njëherë alternativat? Tigri, Luani, Leopardi, Jaguari. Forza! Atëre. Do pa kush del nga shtrati, për cilin flitet gjerësisht që del nga shtrati. Atëre lërë të arsyetën ata dëgjuesit, shikuesit. Okej. Sepse nuk është fare me shtrat. Edhe njerë, pra, pyetja është pra, cila nga këto bisha mund të dalë nga shtrati? Tigri, Luani, Leopardi, Jaguari o Jaguari, si duan. Forca! Leopardi, Jaguari, thonë disa. Shëroni me arsyetën. Atëre. Leopardi sepse është i vogël dhe i shpejt. Do vrarë pak mendje, do vrarë. Atëre, edhe një i rikapitulojmë mirë, dhe një herë tjetër pra. Pyetja e parë. Kur një film është vërtet keq? Është i keq, keq thua. Është i keq, mo. 2. Kur një infermier tregohet shumë trime, e tregon vetë gjë shumë trime. Forca! Tigri është lum. Edhe njërë? Ka i bëre trut dhall, thotë, filmi është i keq kur është realizuar varfër. Domethënë nuk janë hedhur shumë lek për ta realizuar. Atëherë edhe njërë, pra pyetja është, cili nga këto bisha mund të dalë nga shtrati? Domethënë se mban dot shtrat. Forca, do vrarë mendja. Tigri dhe Eufrati. Tigri. Tigri, se shumë. Bravo. Tigri se shumë. Bravo.
Bravo, Gjeti bravo. a smile person, a smile person. Shënoje të. Shënoje, do më Shënoje. thonë kush gjen pyetje do marrë shënim. Tigri, del nga strati. Është me spec pyetje ato. Me spec. Po patjetër. Pra e gjetëm. Është Pensi është me pak pyetje. të parën e gjetëm atëherë, është tigri, ë? Tigri dhe Eufrati. Të Tigri. fundit e gjetëm pa. Sepse tigri e tha, pra tigri është lum. Dhe lum del nga strati, apo jo? Luan nuk është lum. As leopard, as jaguari. Po. Atëre, Okej. po ku do na gjej këto pyetje me gratë? Këto pyetje alla soi. Atëre, kur një film është i keq? Dhe gjithon e dini të gjithë. U them, jam i bindur që e dini të gjithë, që është i keq. Po nuk i vetëm mendja. Dhe në këtë detyrë kemi t'ja u çojmë mendin atje. Atëherë vazhdojmë pyetjen tjetër me këtë të parën, me cili nga këta planetë të sistemit tonë diellor është konsideruar si binjak me tokën. Me tokën. Pra, Unë cili? e kam gjetur thot njëra është Afrodita, e kam thënë që në fillim thot. Thot njëra. Po. Po një arsye që të Kur nuk Që na të pëlqen. Si? Filmi Se në fakt, keq kur nuk të pëlqen, ose kur digjet. kush? Kur digjet, filmi është i Kur keq digjet. kur digjet. Desna dogji, jo. Desna dogji. Po jo. Në fakt, ajo se ka dal keq, por duhet të shkojmë në diçka tjetër, në atë kategori. në atë kategori. Pra, një film është i keq kur është i keq. Kur prek damarin gjelpëra. Jo, atëre për infermierën, pra, kur një infermierët e tregon veten se është shumë trime. Infermierja. Forca. Kur tani po kthejmë përgjigje për gjitha pyetjet edhe u bë pak rrëmuj normalisht, duhet të kapemi me një pyetje. Lexoj Nuk se është në do spital. Kur nuk është në spital. Ka rëndësi. Kur është spital. Por ajo e tregon veten që është trime. Nuk i lexon dot përgjigjet gjitha regjia. Kur një infermiere tregohet shumë trime, këtë kam shfaqur për momentin në ekran, sepse Po. Kur nuk është në spital. Jo, më është në spital, ajo është mund të jetë në ambulancë, mund të jetë. Por ama tregohet trime. Në profesionin e saj. Kur shkon në zona lufte. Normal qëndron dhe kjo. Atëre, pra, vritri pak mendin. Se çfarë duhet bëj ajo që tregohet trime? Ha. Kur lind vet në spital. Jo. Është trime, po trime. Tjeron si tonë është danoqe. Kur ja fut gjëpërën vetes. Jo. Pra, ka përgjigje. Njerëz që përgjigje. Bravo. Ka përgjigje. Por, shiko, unë kam një pyetje që është nga sporti. Jo. Prit të marroj me këtë pyetje, sepse kur është nga Vlora është trime. Atëre, forca. Pra, kur një infermiere tregon vetë gjë shtrime. Dhe që thash vetë për pak, dhe që më shtuktoj. Planeti binjak me tokën, thot dikush, është Venera ose Afrodita, si e quani, sepse të dy planetet janë shkëmbor. Po. Dhe këta të janë përgjigje, sepse atëre, do më thënë, Eraldi e di më mirë, po kanë paka shumë masë të njëjtë, me fjallë. Kanë dhe janë shkëmbor. Po, do më thënë, masa e tyre është paka shumë e njëjtë, më toka e ka diametrin 12.756, Afrodita e ka 12.101 kilometra. Do më thënë, janë paka shumë njësoj në pamet parë. Prandaj quhen. Kanë të njëjtën masë.
Prandaj quhen planetet binjak me tokën. Ato quhen binjak, sepse masa është parametri më i rëndësishëm tek sistemet, ke objektet gjigante, planet, yje, asteroid, masa është kryesorja. E dyta vjen përbërja, por përbërja është pak a shumë normalisht në kohën tonë, universi është e njëjta, pak a shumë. Kurse ajo që bën dallimin është masa, ajo luan rolin kryesor. Plus janë shkëmbor të dytë dhe ka një gjë tjetër, një element tjetër që është njësoj si puna dyre të binjakëve, që njëri zhvillohet, njëri nuk zhvillohet. Afërdita ngeli toka. Është thjesht sepse Afërdita apo Venera nuk ka pllaka tektonike. Se janë pllaka tektonike që shkaktojnë tërmetet, shkaktojnë pra ato cikle gjeografike, apo jo. Do tërmetet. Afërdita është shumë afër diellit normalisht dhe ka më shumë nxehtësi nga dielli. Normal. Kjo nxehtësi që ka marrë nga dielli ka bërë që të dalin shumë vulkane edhe të atmosfera e Afroditës të popullohet me ajër shumë. Të dalin shumë gaz në atmosferë dhe kur del shumë gaz në atmosferë, ky rrit presionin në atmosferës, gazet që dalin nga toka e Afroditës në këtë rast i kanë përbërje sulfuri, acidore, acid, dhe normalisht ka substanca djetë. Është ambient shumë misor për njeriu, më fjalë. Shumë marmisor. Shumë marmisor, normalisht shumë marmisor, 400 ca gradë, gati 500 gradë. Ka lumejnë prej plumbi, kallaj, elemente që shkrihen kollaj, nuk ka ujë atje, është në gjendje avulli gjatë gjithë kohës. Pa është binjaku i pazhvilluar i tokës. Një binjak siç ka qenë toka këtu e 4 miliardë vjet përpara, mos më shumë. Domthonë pak a shumë këtë gjendje ka Afërdita sot. Kurse Marsi është në të ardhmen e tokës. Ai është planet i vogël. Duhet ta përtojmë atë gjë gjeti, edhe që ta dhe sepse se dihet ajo që nga të katër alternativat një është, por ama kur e thua dhe argumenton sepse duhet argumenti që ta marrësh zyrtaren përgjigje zyrtare. Që normalisht ne ta dim që ti e di. Kjo është ajo. Tani ç'bëhet me infermier mo? Janë me një bërtham metalike. Thot, është Afërdita sepse ka me një bërtham metalike. Po është përbërja e njëjtë dhe ajo rezultati do jetë po i njëjtë. Bërthama është elementet e rënda shkojnë në qendrën e tokës. Heku, nikeli, kryesisht dhe plumbi, floriri, gjithë çfarë elementet e rënda shkojnë në qendrën të planetit. Dhe të letat rrinë sipër. I lehtë është guri. Më i lehti është guri, si litiumi e të tjerat, janë më të lehta. Pastaj kemi ujin edhe më të lehtë se guri pastaj. Normalisht është më i lehtë. Por bëhet fjalë për elemente të rënda shumë që janë metale, shkojnë në qendrën e tokës. Të Marsit, të Afërditës, kudo. Më të rëndat bien gjithmonë, precipitojnë në qendër gjithmonë. Metalik në qendër, kështu që nuk mund të thuash të arsye. Ato janë, ashtu janë gjithë metalik, pak a shumë, por puna është nga që planetet kanë fushë magnetike, formohet nga që është metali i shkrirë në qendër të planetit. Metali i shkrirë në qendër të planetit bën që planeti të ketë fushë magnetike. Toka ka fushë magnetike, Afërdita gjithë ka fushë magnetike, kryesisht. Dhe normalisht kjo vjen vetëm për bërthamës që kanë. Fusha magnetike nuk është kot, domethënë, është thjesht ka një bërtham të shkrihet. Dhe kur metali shkrihet, ai gjithë ato kristalet, domenet e metaleve drejtohen në një drejtim. Ato janë magnetike dhe gjithë metali me domenet në një të drejtuar në një anë e bën që gjithë këtë material e bën magnet. Për sa kohë ai është i shkrirë. Dhe normalisht magneti ka fushë magnetike. Mendoj që ky është shpjegim ezaurues më fjalë për sa takon kësaj pyetje. Edhe njëre e përgëzën më këtë dikush si kështë emrin? Po, marrë shënime. Juli e gjeti për Afërditën, por argumentin ma thua edhe njërë që ta shkruaj këtu? Argumenti është masa. Nuk e ka thënë? Njëjtë. Kanë masë të njëjtë. Janë shkëmbor të njëjtë. Masë të diametër, janë të dyja. Të dyja. Mund të kenë masë të njëjtë, por diametri mund të ndryshë komplet. Po, normal. Dhimë e zirë që kanë masë sa i top ping-pongu, për janë masë e tokën. Tani është binjak që ka 2 parametra, po themi. Tani Afërdita është film i keq në raport me tokën. Po, në këndvështrimin tonë, është... Atere, kur një film është i keq? Përse mos bënë kur është Afërdita. Jemi pak tek infermieri akoma, sepse janë shumë pasazhe për infermiere. Infermiere, pra kur infermiere tregohet trime. Kur mbyllet në një dhomë me pacientin. Unë jam sigur që kur ta gjejnë do qeshin. Do qeshin
Eraldi i pari me gjithë regjin. E di, po shpyhen po. Është trime, më shtrime, po kur? Kur do njatë dhe më shkriju. Na jepni një kështu, indicia, thot njëri. Indicje, po shtrime më... Indicia e parë është gratë. Është grua. Është grua më infermiere, grua, mund të jetë grua, mund të jetë vajzë, po shtrime. Kur mbaron shkollën. Jo, Ashtu është, duke shqitri, po. Ditët e javës dhe muajt e vitit, a kanë lidhje emërtimi tyre me sistemin diellor? Pyet dikush? Po, si? Kanë emërtime që janë vënë nga njerëzit përpara. Po, kanë lidhje ditët e javës, gjitha, muajt e vitit, emrat e planetëve, po, kanë lidhje. Kanë lidhje me njëri tjetrin. Historia emrat e thotë që kanë lidhje. Kur është Emrat. infekteja është trime, thot dikush, kur është patronazhiste e PS-s nga Dibra. Më shkriju, jo. Është me bukur se kaq. Por një grua, një infermiere, pra grua vajzë, është trime, po kur? Tregohet trime. Kur e kapin nervat, kur e kap nervin, thot. Kur e kap pacientin me dhunë, jo. Rofte Edi Rama dhe Mart nga ditët e atyre që e kanë votuar. Për ta menduar që mendimet e një personi të lexohen sipas shkencës? Po, patjetër kanë filluar të lexohen. Po, është e mundur të lexohen mendimet e njerëzve, po. Kanë filluar. Na piu edhe pastaj, kur ta lexojnë gjitha. Teknika e leximit të mendes është po përmirësohet, është përmirësuar shumë. Dhe në ato në polici ku duhet të marrin përgjigje nga një person që s'do të japë përgjigje, e fusin ke kjo makina e të vërtetës. Po, normal. Mjafton që të bëjnë pyetjen ty dhe ti mund thosh çfarë dush, ato e lexojnë përgjigjen. Po ata nuk e di po gënjen. Ata nuk lexojnë. Ata kanë një ashtu, domethënë në mënyrë emocioneve. Reagimi që i brënd që në aty. Po. Në qoftë ndryshon emocion, do të thotë që nuk ka thënë apo jo të vërtetën. Por që ai është për afër, nuk është. Jo, e gjen shumë saktë dhe normalisht mund të bëjnë një seri pyetjesh, pastaj të cilat kanë të grackën mrena, që të çojnë kur ti jep 10 përgjigje në pyetje kundërshtuese. Po. Si kjo gracka me një tjetër, ti do shkosh ke përgjigja e vërtet direkt. Si kjo gracka me infermierën. Tu është puna. Atëre. Edhe këto përgjigjet mund të ndihmojnë, përgjigjet e publiku mund të ndihmojnë në përgjigjen reale. Normal. Unë them këtë që çdo përgjigje që vjen në këto, sidomos në këto pyetje grack, në një farë mënyre ndihmon. Ndihmon tjetrin, sepse thot një element për shembull që ja çon mendën, mos jetë kjo. Dhe kjo është interesant. Nuk tregohet, thot dikush. Si? Trimëria nuk tregohet. Trimëria tregohet, tregon vetëm trim. Duket pra. Tregon pacientin. Kur? Kur shpon pacientin. Pra, infermierja është trime, duket që është trime kur? Para se me shiku gjallë, ndoshta mos të trishtohet. Ja, bëri infermierja. Do ta gjejmë, thot, kur t'na lexojnë mendimet. Atëre forca, sepse u kam thënë kur vesh uniformën. U lodha së tëri, nuk është kaq e thjeshtë, po është më thjeshtë se kaq, është shumë e thjeshtë, po si vete mendja. Kur bën si doktoresh. Është trime. Pra, një infermiere është trime kur? Si që nga kjo, se deshe thash vetë. Kur je vetë prezent, ta shohësh infermierin që po bën trimëri. Jo. Kur vërtet e trem pacientin. Shiko, kur ta gjej dikur, se jam i bindur që dikur do i gjej, po kur ta gjej do thonë, si ta vaj dimoni për të kaq e thjeshtë. Kur del pa make-up, kur merr lekët. Ku marrin lekë infermierët më?
Ç'është ajo fjalë? Ja, nuk vale. Ja, Ç'është ajo fjalë? nuk vale. Infermierja Pastaj është për sigurinë dhe doktorët janë për Infermiere. Pra, kur infermierja është trime. Tregohet trime. kur shpon pacientin e tham, nuk ishte kjo, Ja. sepse e kanë thënë disa, po. Kur e shpon pacienti kështu që kthe komunitet që mos e shikoj, atë tregohet frikacake. Kur merr rrogën, Kur? kur merr rrogën, Rrogën. Forca! ndoshta duhet të thënë tani se. Në sa shikoj, nuk po i bie. Jo, mos kemi një indicë të vogël. Mos kemi një indicë të vogël sa për ta zbut pak përgjigjen. Po, Por shiko, do ulet po e përgjigjes pastaj. unë them për infermiere, sepse i përshtatet më shumë infermierës, por mund të jetë edhe Eraldi për shembull, trim. Pa që infermier. Refuzon të dëgjoj mjekun, Jo. kur let turnin, Jo. kur shkon në luftë dhe ndihmon ushtarët. Po, edhe një tjetër. Kur bën firmën. Na ktheve si cekja me fjalë kryqin, kush është babai i mushkës. Atëre, jam i bindur që do ta gjej dikush edhe do thoni të gjithë pas pu sa e lehtë pas ka qenë. Dhe se të gjitha toni. Forca. Një infermiere. Kur mat tensionin. Jo, atëre jo. Unë them kur bën gjithë po kur? Kur bëhet krye infermiere. Jeni mirë ke gjilpëra, po kur? Ja, një indicë është gjilpëra. Përgjigja ka një fjalë gjilpërë në mes, ndoshta. Ka një folje. Veprimi. Tani, a bëhet pyetje nga sporti unë? Kur thyen ampulën. Jo. Unë e them, domethënë që vazhdoni bëj gjilpërën. Bën mjeku të gjilpërën. Forca! Infermiere mo. Po e gjem, jo. Të bëj një pyetje nga sporti? Okej? Ta thuaj pak. Atëre. Kemi të filmin e keq, mos harrojmë kemi të filmin e keq. Dhe filmi keq, po, normalisht. Atëre. Dëgjoni. Kur një ndeshje derbi në kampionatin ton mund të konsiderohet si ndeshje brenda familjes. Kur një ndeshje derbi në kampionatin ton të futbollit mund të konsiderohet edhe ndeshje brenda familjes. Derbi brenda familjes. Derbi normalisht do të jetë e kundërta. Ku janë tifozët? Kur një derbi është? Kur është? Pra, kur është miqësore. Jo, kur një ndeshje mund të konsiderohet si një derbi brenda familjes. Dinamo Partizani, thotë dikush. Ajo s'është derbi, po mund të konsiderohet si derbi brenda familjes. Ajo nuk është derbi, por konsiderohet si derbi brenda familjes. Gjatë E kam një përgjigje të sportit. Forca! Është derbi më, thotë. Kur luan ekipi parë me të dytin. Jo. Derbi. Ndeshje kampionati mos. Kur bëj mundje unë me vllajën, thotë. Jo. Jo. Derbi brenda familjes. Derbi brenda familjes. Një ndeshje që mund të konsiderohet si derbi brenda familjes. Kur janë dy vëllezër në skuadra të ndryshme. Tash unë thash Partizani Dinamo jo. Kur futbollistët hajnë grosh. Partizani Dinamo jo. Forca. Skënderbeu Kastrioti. Skënderbeu Kastrioti. Bravo! E gjithi Doku. Kastrioti. Skënderbeu Kastrioti, kush e gjeti këtë? Doku e ka emrin. Doku. Bravo. Skënderbeu Kastrioti brenda familjes. Apo jo?
Gjeni Kastioti Skënderbeu. E shikon pra që nuk është aq e thjeshtë, por më thjesht e kaq, apo jo? Po. Kjo është metoda, teknika. Tani, kur një infermiere tregohet trime. Kur i bën gjilpër fëmijës së saj. Kujtë? Kur i bën gjilpër fëmijës së saj. Jo. Të duhet ta themi, kam përshtypjen se nuk po e gjen dot njëri. Ta themi? Edhe ta mbyllim, besoj. Jo, kemi dhe një pyetje. Kemi dhe një pyetje tjetër, Kë kemi këtë? Ja, cili nga këto bisha mund dal nga... jo, më fal, Fersan. Tjetëm atë. Është dhe filmi. Është dhe filmi, po, filmi. Po. Atëherë, kur një film është vërtet i keq dhe kur një infermier tregohet shumë trime. Po. Jepi se plasëm, thot njëri. Atëherë. Kur i bën gjilpërën burrit. Edhe njerë? Kur i bën gjilpërën burrit. Po kur? Kur, burrit vetë? Burrit vetë. Ati e ka pirë dhe bën kështu pa frikë. Atëherë. Ta bën gjilpërën vetës, po thonë disa, po ne e thamë këtë që nuk ishte. Jo. Atëherë, ne do të tregojmë atë me filmin, këto dy tjerë do i lëmë për herës tjetër, apo jo? Okej. Kur nuk i bën betasi gjilpërë. Jo. Kur ja bën gjilpërën vjerrit. Atëherë. Sidomos kur e ka vjerin në plan. Atëherë. Shikoj, se kjo është e bukura. Domethënë, këto dy do t'i lejmë të vrasin mendjen gjatë gjithë javës, sepse ne do jemi prapë, apo jo? Po, javën tjetër. Ndoshta mund ta bëhet premten ose tenten, shohim. Do kenë kohë që ta mendojnë dhe të situash në pra mënyre Jo, tuaj e thot njëri se neve nuk ikim dot kështu, thot. Atëherë po themi këtë me filmin. Do të bëjmë gjithmonë një pyetje kështu pa përgjigje. Po. Të marrë mendjen aktive gjatë gjithë kohës, jo vetëm fundit. Atëherë. Po tregojmë filmi është horror. Jo, përgjigjen me pyetje, filmi horror, jo. Filmi është i keq kur është negativ. Kur është negativ. Film negativ. Negativ është. Negativ. Infermierën do na e bëni fiksim, thot, shikoj mondra me infermierë sonte, thot. Mbase pyesin në infermierë, një infermierë pyesini. Kur je tregosh trimet ti? Atëre unë them Kur gjithmonë të mbace, thon njëri. Jo. Atëre. Si thua? Infermierja është trime kur nuk është frikacake. Po ta bëm, dakor, po kur tregohet trime? Është ditë kur s'është natë normalisht. Trime. Si a bën si u te, syrit. Në darë, thot njëri. Jo. Në orar puna. Jo, të doja u lem duket. Ti thua, Erald. Unë them të lem një pyetje, edhe njëri të jetë aktiv gjatë gjithë kohës, i bën shumë mirë. Është si një ushqim mendor që Çiko, sot gjetet pyetjen me dy pyetjet me, domethënë, edhe me pyetjen me edhe pyetjen me tigrin, edhe pyetjen me planetin, me Afrodit, apo jo? Po. Edhe gjetën sigurisht edhe pyetjen me Skënderbeu Kastrioti e gjetëm atë. Skënderbeu. A ka më familje se Skënderbeu Kastrioti? Po. Kastriotin. Ne gjithmonë do të lejmë një pyetje pa përgjigje. Pyetjen pa përgjigje me infermierën. Vetëm një herë, paktën një. Duhet vendosësh një pyetje të re, thot, por jo këtë për infermierën, që kemi një orë këtu për ta dëgjuar. Po jo, jo, nuk kemi. Kjo ka marrë zjarr. Kjo pyetje ka marrë zjarr mirë, është zero. Ta vrisim mendjen gjatë gjithë kësaj kohe. Njëri nuk e dim dhe aq mirë, thot, se ne jemi nga Greqia. Po edhe në Greqi trime janë infermierët. Po ajo është kudo, mund ndodhi kudo, kur na infermierës. Jo, kod ndetëm ne deri tani, thot. Ne ndetëm të dëgjojmë infermierin.
Po infermierët, Kur ndron turnin, jo. Atëre vritën i mendjen. Domethënë, Me rrogë. çfarë thot njëri dhe na largojnë njerëzit thot sepse duan më shkurt. se kuptova. Duhet pak më shkurt thot e keni lënë shumë gjatë këtë pyetje. Po duhet ta gjenë, sepse Jo, në fakt e kemi lënë gjithë se unë jo tash vetëm ne. jam i bindur që ka nga ata që i kanë gjetur. Jam i bindur për këtë. Po dyshon ke vetja. Po dyshon ke vete ose nuk arrin do të futen, nuk. E parë, Si? timën e parë kur shpëton një jetë. Jo. Tregohet trime kur. Kur i bën gjilporën vjerrës. Edhe jo, se është me natë vjera. Kur bën syne. Jo. Tregohet trime kur. Me gjithë për në dorë. E thash fare vetë tani. Forca. Kur e vën gjilporën pa e parë venën fare. E disa larg i afruar. I afruar. Shtrëngohet, kur shtrëngohet. Jo. Mbush shiringën. Si? Kur e mbush shiringën. Se Po. Kur e zbras shiringën. Jo, Ishe më mirë dy kur e mbush. Ja një indikë. Gjilpëra, mbushja e gjilpërës, problem me syt. Këto gjëra domethënë këtu rrotull. Se ja bën si u tërë asaj. Preshqore. Atere, Eral, unë them se është mirë që ta vrasin mendjen. Po edhe unë ashtu jam, që njeriu do të vrasë me një gjithë kohës. Se do pyes. Pasi njeriu është gati për ta gjetë, ta lejmë në këtë gjendje, dhe është shumë gjë e mirë. Se dikush do ja thotë apo jo? Po, do e gjejnë dhe normalisht kur të herën tjetër, ne do mbytemi nga përgjigjet. Nga 20 përgjigje për person. Normalisht sot kanë bërë përparim se sot gjetën 3 pyetje, 3-4 se gjetën 3 pyetje. Jo, shumë, 3 minimumi sa u bë. Kështu që bën një kohë relativisht shkurtër. Kështu që po. Apo jo? Ja, kjo tregon që normalisht njeriu po mësohet, po përshtatet, po përmirësohet nga gjithë drejtimet. Gjë e mirë, këto pyetje janë shumë nxitse për fantazinë e njeriu dhe për do të mundësi që të kemi një bashkëpunim më të shpeshtë, më frekuent me fjalë. Po do bëjmë një takim normalisht, takimi i ditë ose e njëjtën ose maksimum të premten. Do bëjmë një patjetër. Jo kështu një herë në javë, se është shumë më rrallë. Edhe normalisht njerëzit kanë edhe pyetje kemi bësh pyetje. Ja do lënë pyetjen para përgjigje dhe normalisht duhet zgjatë shumë ditë. Po kjo është do pyes njëri tjetër, mos kur një infermier tregohet trime. Atere. Shumë bukur. Rand, ishte kënaqësi Rand. Okej, gjithashtu. I falenderojmë të gjithat që janë bërë pjesë. Herën tjetër kjo përgjigje. Po patjetër, do e lejmë. Do bëjmë provë, mos është më mirë shumë, është më bukur shumë. Miru takofshim. Miru të dëgjofshim, miru takofshim online, miru pafshim. Miru pafshim.